Mirë dita mi temi të YouTube-it. Ta ngreç çik lartë. Sot po ju tregoj masat për pupat e bebeve si bëhen dhe me sa fillohen. Unë gjithashtu në kanalin tim të YouTube-it, Luiza Dori, i kam shpjeguar se si bëhen pupat. I keni shpjegimet aty. Çdo model që i kam nxjerr, ndatë për trikon, ndatë për pupa, për papuçe, për çdo lloj gjëje, unë i ka bërë të gjitha me shpjegim edhe me video, se si fillojnë dhe si mbarojnë. Atëherë, megjithëse këto i kërkojnë për moshat 1 vjeç ose 2 vjeç ose 5 muaj ose 6 muaj, atëherë kemi masat. Këto masa janë të punuara me shtiza. Atëherë, për 0 deri në 1 muaj, fillohet në 28 syçka. 1 deri në 2 muaj është me 32 syçka. 2 deri në 3 muaj është me 36 syçka. 3 deri në 4 muaj fillohet me 40 syçka. Ky është modeli më i thjeshtë. Kam bërë një video atje që është edhe me pup të verdh, edhe me pup blu. 4 deri në 5 muaj është 44 syçka. Fillohet me 44 se pastaj bëhet ndarja. 5 deri në 6 muaj është me 48 syçka. Edhe është bën me radhë. Këto e shikoni këtë renditjen, nga 28, 32, 36 kanë shtuar nga 4 syçka për çdo muaj për shembull. Për shembull, këtu do bëhet nga 6 deri në 7 muaj, do jetë 48 plus 4, 52. Atëherë, ju kam dhënë një skic këtu, për shembull me 50 syçka. Është fillimi që bëhet këtu që punohen këto 2 gish kështu, 2 gish ose 3 gish. Pastaj bëhet ndarja në të dy anët nga 19, kjo është pjesa që them pjesa e hundës përpara. 2 anësoret i kemi bërë me nga 19, kurse pjesa e hundës ka ngel me 12. Dhe punohet. Pastaj te qafa do ta masni se sa duhet ngelet. Zakonisht, kur është me 52 për shembull, do të ngelen 36 tek qafa. Ngelen 36 syçka. Dhe varet nga numri, edhe do ta shikoni me sy dhe do shikoni edhe fijen, se sa trash është fija, se sa e hodh është fija, se edhe fija ka të bëjë. Se për shembull, nëse do të jetë një fije trash, nuk mund të bësh dot me 48, mund ta bësh me 40. Sepse fija trash është më bëhet më e gjerë edhe bëhet del më e madhe. Kjo është për një fije mesatare, kjo është një fije për kompletet e bebeve. Se unë kur marr këto që bëj kompletet e bebeve, e marr kastile fije për komplet e bebes, se është më i butë, se devera ka plot. Por do ta vesh këtë butë që edhe fëmia kur ta veshi që mos jetë ashpër, do të jetë shumë e butë fija për bebe. Gjë tjetër që tash aty tregoja. Keni parë nga këto? Këto i bleva sot në markat. Këto janë në ca thjesht sintetike si me fush. Nëse keni parë, gra shumë në TikTok edhe në YouTube, që e bëjnë nga këto lulet, siç i bëni përpara ne me grep me deve, tash i kanë filluar i bëjnë me këto. Unë nuk e kam provuar akoma se s'më ka dalë dhe koha se jam me 2 fëmijë të vegjël. Jo se i kam fëmijë, po i kam niprit dhe mbesat e mia. Po nga që janë të vegjël kanë nevojë për ndihmë dhe akoma nuk kam filluar t'i bëj. Këtë e mora një në ngjyrë si roze hapur. Po megjithatë nuk kam gjetur jeshilën për të përgjethen. Kam marrë dhe një lelan e kam shumë qef. Lelan do ta bëja lulen livando, do bëja livando me këto, po nuk kam jeshile që t'i bëj bishtat. Këto i bleva këtu në Itali, të dyja këto fije që janë kështu. Për të parën kam bler këtë. Ja, si që është kjo jeshila, do të kem një tufë për shembull, që do të bëjmë bishtat edhe gjethet. Se e bleva në Greqi, nuk e kisha parë këtë fijen, për të parë, pashtë në Greqi, edhe ishin kështu nakatosura, do të nuk kishin një ngjyrë, që kemi një tufë të shumë të madhe si punë e saj për jeshile. Se jeshila përdoret çik më shumë, se bën edhe bishtat, bën edhe gjethet.
Kështu që ndaj dhe I kam lënë më shumë, jo se dhe pengojnë ata, po nuk kam gjetur fije një shile. Kështu. Po, tishin të lira të them të drejtë, se nuk imagjinoj sa mund tishin. Unë këtë e marrë 50 centezëm një tuf. E këtë një tuf, 50 centezëm. Kurse këtë e mora €1, të Jumbo në Greqi. Kur t'i bëj dhe këto, së shpejti, të më ndiqni kanalin e YouTube-it Luiza Dori, ose edhe në TikTok, po të doni, edhe në TikTok kam kanalin tim, Luiza Dori dhe aty, kam Instagramin Luiza Dori, ku të doni të më ndiqni, për çfarë doni që të ju nevojitet. Ka çdo lloj modeli të punuar me shtiza, me grep dhe sovajk. Sovajkën radhe kam përdorur, se sovajka është çike vështirë të themi të drejtën, nuk është shumë e thjeshtë. Edhe e bëj çik kur kam pat kohë të lirë, tani nuk ka shumë kohë të lirë. Pra kjo ishte edhe video që doja t'ju tregoja. Më shumë për këto masat e pupave të bebeve, me sa fillohen, që nga një 0 muaj deri në 6 muaj, ja ku I keni masat, I shikoni dhe ndarjen bëni vetës. Siç kam siç kam treguar të skemën këtu, që është filluar me 50 syçka, edhe ndarja është bërë 19 dhe 19 që bëjnë 38, edhe 12 këtu bëjnë 50. Edhe jo këtë me 28 a 32 do ta shikoni me sy, do t'i ndani me sy vetë, më të barabartat, se këto një muaj mund t'i bjerë për shembull 12 me 12 këto ansoret, ose jo 12, 12 e 12 24, 10 me 10, edhe 14 këtu. 10 me 10 20, edhe, I bje me 8. 10, 10, 20, edhe 8 I bëhet kjo këtu. Dhe më këtu do t'i ndale. Zakonisht kjo maja këtu, o 8 syçka, ose 10 syçka, më shumë nuk duhet. Po qofse keni fjen e hollë, duhen 10 syçka. Po e keni fjen e trash, 8 syçka I kam, tamam, kuptoni se kushtet, është ajo pjesa e sipër me këtu. I formohet këmba pastaj. Dhe në qoftë se doni, edhe nuk I kuptoni me këto, më ndiqni në kanalin tim të YouTube Luiza Dori, dhe atje keni video, se si janë filluar dhe si mbarojnë pupat. I kanë shpjeguar shumë mirë dhe I kuptojnë, shumë ata që mi kanë thënë, I kanë kuptuar. Po disa për shembull ose nuk I gjejnë, ose përtojnë të I kërkojnë, edhe thonë na jep çik masat. Mirë dëgjofshim në videot e radhës, me modele tjera, më të bukura, edhe së shpejti me këto lulet. Kur t'i bëj, do ju ftoj në kanalin të YouTube të shikoni se si bëjnë. Miru pafshim, ja kalofshim mirë.